طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vëllezër të nderuar, jemi tek libri Fikut, bazat e dispozitave. Kemi arritur tek tema e vitrit, Salatul Witr. Nga Abdullah ibn Umar radiallahu anhu transmetohet se një burrë ka pyet pejgamberin alayhis salatu wassalam tek kishte hipur në mimber. Domethënë Muhamedi alayhis salam ka qenë duke dhënë hutbën në mimber ka qenë, edhe një person hini edhe e pyeti Muhamedin alayhis salatu wassalam, çfarë mendimi ke për namazin e natës? Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, dyshe, dy nga dy. Pastaj vazhdoi tha, dhe nëse ndokush nga ju ka frikë se po i afrohet sabahu, le ta fal një rekat, që i bie vitri apo një rekat. Pastaj tha, kështu ka bërë tek numri atyre rekateve që ka falur më parë, gjithashtu pejgamberi sa tha, le të jetë tek fundi namazit tuaj. Domethënë sonte do ta trajtojmë çështjen e namazit të vitrit. Namazi pse quhet vitër? Sepse është tek. Tek është 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, kretë kjo është tek. Pastaj në disa forma, Muhamedi alayhis salam e ka fal. Ka pas raste e ka fal 9 rekate, 7 plus 2. Ka pas raste e ka fal 3. Ka pas raste e ka fal 5. Ka pas raste, disa prej sahabeve thonë që e kanë fal vetëm ka 1 rekat. Më thonë, të gjitha janë të transmetuara, dhe më thonë, në tekstet sheriatike. Tash kuptimi i përgjithshëm i hadithit. Një burr e pyeti pejgamberin alayhis salam tek po ligjeronte në mimber. Vllazni, dëgjimi i hutbës a është obligim? Po. Bile ka thonë Muhamedi alayhis salam, kushdo që i thot vllajt vet hesht, ju shpërblimi. Plot vllazni ka, po flasim për ata që janë xhumaxhi, se 5 vakatlit e din që nuk lejohet mi thon vllaut ton të hesht. Po i thaje hesht, e qite një zonë prej gojës, shpërblimin e ki tumbur. Më dhënë çështja është e rrezikshme. E ki kry ndoshta obligimin, mirë po shpërblimin se merr tek Allahu subhanahu wa taala. Po tash çka më bëu, po vjen një i ri, edhe po të afrohet aty afër, edhe po të ful, s'pe din në shkreti, ti tash po duhet me prit gjysore me ja kthy përgjigjen. Thot çka ka më kë? Unë e pi foli ky s'po më kthe përgjigje. Atëherë shemë shuri e bën një krahasim, një lloj kryasi e bën me hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam që kur hyn dikush në xhami, edhe ti je në namaz apo edhe në shtëpi duke fal sunet dhe ta jep selamin, selam aleikum, ty nuk lejohet me ja kthy me gojë. Por se vetëm me dorë, çështo çysh je veç dorën ja bën. Ja jep një shaj. Domethënë që ta ktheva selamin, po jo me zon. E njëjta gjë thot Sheikh Meshuri është me namazin apo me xhumo, do thot me hutbën e xhumos, që kur të flet dikush ja bën kështu. Pa fol. Hesht, domethënë, ama nuk i thu hesht. Po i thoje hesht, e prishe. Bile në hadith ka ardhur edhe nëse lun me diçka se shejtani çtin me bot diçka. A ki tepin aty për shembull në xhami, edhe viza bësh. Vetëm me ta hup shpërblimin. Hadithi tjetër thot, nëse thot të merr gjumi, zakonisht shejtani gjatë dëgjimit dersit, e sidomos te disa imam që e zgasin ka 40 minuta hutbën që s'është prej sunetit, za gjumi. Atëherë thot duhet me ndru venin sepse të ka mbizotru shejtani. Duhet me ndru venin prej atij veni ku je, pak musjell, pak ma larg. Thot e pyeti për numrin e rekateve të namazit të natës. Që i bie vllazni? Që i bie? Mes imamit edhe xhamatit lejohet me fol, po mes xhamatit s'lejohet me fol. Pejgamberi alayhis salam ka plot raste ku ka fol. Ka një dikush edhe ka thënë ja Resulullah bën dua, e ka ndërprej hutbën. Këtu e ngu e ka ndërprej, ka një beduin, ka një person, edhe i ka thonë u shkatrum, thot pashi. Më thot si e madhe. Pejgamberi sa ka bu dua. Më thon kanë folë, po. Ka ardhi javën tjetër, ja Allah çat shumë bjerë shi, bën dua me nal shiun. Prap ka bë dua, ka nal shiun, vetëm anash me pas. Tjetri ka ardhur duke qenë në hutbe, në mimber duke qenë, i ka thënë mëson për Islamin, më trego për Islamin, ja ka kallzu Islamin. Shahadetin, namazin, këtë këto, ja ka tregu që i bie lejohet me fol. Po jo mes xhamatit, ose për shembull raste kemi tek ne, mikrofoni s'po punon. Muezini me imamin folin apo s'po punon.
Mirë, po mes xhamatit s'lejohet. Raste ekstreme është diçka tjetër, po flasim me parimet fetare nuk lejohet sepse të humb shpërblimi. Pastaj thot i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam nga aspirata dhe dëshira që kishte mi mësu xhamatin, e ndërprejti hutbën. Edhe ja nisi mi tregu, më thonë për çështjen e namazit natës. Edhe i tha dyshe. Që ky është një argument i fortë ndaj atyre që i falin 4 rekate teravin, që s'lejohet 4 rekate mi fal. Bile që Fauzani thot të prishet namazi. Disa prej dietarëve kanë thonë nuk prishet. Më thonë 2 rekate edhe veç me një xhamite na më duket falet. S'po di xhamia tjera këtë falet 4 më duket. Më thonë disa thonë që s'pranohet prishet namazi, thot mbi 2 rekate nëse shton. Se namazi sunnet nafile o 2 rekate. Përveç namazi i kindis, sunnet i kindis, që ka thonë Muhamedi alayhis salam, Allahu mëshiroft atë person që i fal 4 rekate namaz sunnet para i kindis. Mirë po me çka? Me një ulje. Vetë Muhamedi alayhis salam po thot dyshe namazi i natës, që i bie 2 në fund çka? 1. Apo dhe thot 1 e fali salatul witr. Namazi i natës falet dyshe duke dhënë selam për çdo 2 rekat, dhe nëse falsi ka hall se po i afrohet sabahu, le ta fal thot 1 rekat, dhe kështu e ka bërë tek numrin e rekateve. Njëri nga nxënësat e Sheikh Albanit thot, rregulli është thot shumicën e rasteve thuhet 3 rekate. Ma e tip, ma me shur që është, ma për hapër, është 3 rekate me i falë, salatul witr. Mirë po thot, nëse friksohesh thot që po t'afrohet namazi sabat, po hin namazi sabat, thot fali 1 rekat. Se që këni rekat që është dhe më thonë tek, edhe është si kapak i namazit të natës. Thot mendimet e dietarëve, thot, pejgamberi alayhis salam ka thënë, kushdo që e fal vitrin 5 rekate, le ta fal 5. Kushdo që e fal thot 3, le ta fal thot. Pastaj thot kushdo që e fal vitrin 1 rekat, thot le ta fal. Që i bie ka vend për hapësirë. 1, 3, 5, 7, 9, 11 deri në 13. 11 apo 13, që shka në hadith pejgamberit alayhis salam. Është saksuar se një grup sahabësh e falnin vitrin 1 rekat pa i paraprir ati ndonjë namaz. Çdo herë kanë fal 1 rekat. Çdo herë kanë fal 1 rekat pa i paraprir, dhe më thonë një dyshe, që e bëjmë për shembull 2 plus 1. Pastaj thot për sa i përket shtimit të rekateve nafile, më shumë se 2, transmeton Aisha se pejgamberi alayhis salam ka fal 5 rekate. Nuk ulej vetëse në fund fare. Më thonë 5 rekate i ka fal, 1, 2, 3, 4, 5 dhe në shtull. Në gjitha format e ka trajtu këto edhe Sheikh Albani rahimullahu taala në librin e tij për namazin e teravive, plot plot forma të mënyrës së faljes së vitrit apo të namazit të natës, gjitha janë të pranuara dhe nuk ka asnjë problem. Çka përfitojmë nga ky hadith? Përfitojmë se koha e vitrit vllazni mbaron me hyrjen e namazit sabat. Jo me thirrjen e ezanit tash po thirr. Se namazi sabat para ezanit jenë. Hen, dhe më thonë, mas i mësaku diku 20-30 minuta, 30 minuta, 40 sahin. Më thonë, para ezanit. Momentin kur hen vakti sabat, vitër mo nuk ka. Kanë thonë dietarët, lejohet kaza me fal, nuk është problem. Falja vitrit është e pëlqyeshme. Shumica e ulemave thonë është sunnet i fortë, është e pëlqyeshme, por nuk është wajib. Ndërsa Hanefit thonë është wajib. Është obligim. Po se fale, ki gjuna, thëjnë. Po se fale, ki gjuna. Me thonë wajib, i bie që Allah e ka obligu edhe një namaz, apo? Shtu që na nuk themi që është wajib. Se wajibi është fars, nuk ka dallim. Obligim ajo, kjo është obligim, për të dyat, kushdo që nuk e bën një wajib apo një fars, atëherë ka gjuna tek Allahu subhanahu wa taala, kushdo që e bën ka shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala, dhe mendimi më i saktë është në pëlqyeshmërinë dhe në sunetin e fortë, saqë Imam Ahmedi ka thonë, kushdo që e lën tër kohën namazin e vitrit pa e fal, çdo natë se na ndodh nuk e falish, thot ai është njëri i keq. Më thonë që e lën namazin e vitrit. Hadithi 122. Aisha radiallahu anha thot, pejgamberi alayhis salam e falte vitrin nga njerë në pjesën e parë të natës. Nga njerë thot e falte në mesnat, nga njerë e falte në fundin e natës.
Që të 3 llojet, mënyrat e faljes lejohen dhe nuk ka problem. Nëse je prej atyre që aleikum sallallahu barakatuh, nëse je prej atyre që e fal namazin e natës, atëherë leje pak para sabahit me fal vitrin. Nëse je prej atyre që s'mundesh muqu me fal namaz natë pjesën e 3 natës, atëherë fale para se me fjet namazin e vitrit, edhe kjo hyn tek namazi i natës dhe dijeni që namazi i natës fillon mas namazit fars të yatsis deri në mëngjes, që është periudha e faljes së namazit natës. Normalisht pjesa e 3 e natës është më e mirë. Apo pastaj thot, dhe në fund të jetës së tij falte vitrin në pjesën e fundit natës. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit. Koha e vitrit starton pas faljes së namazit të yatsis. Si ta fal namazin e yatsis, fillon koha e vitrit deri në mëngjes, siç tham apo. Dhe mbaron me futjen e sabahut. Për këtë pejgamberi alayhis salam e ka falur në herë pjesën e parë të natës, në herë pjesën e mesme të natës, mesnat, dhe në herë në pjesën e 3 të natës, duke mbyllur namazin e natës. Çka përfitojmë nga ky hadith? Kush ka siguri në vete se do të ngrihet për namaz natë, më e mira është që me vonu namazin e vitrit. Por nëse nuk qohët, spaku lën e vllazni, e sidomos për shembull në kohën e dimrit, falni namazin e vitrit pak para se me fjet. E falni namazin e vitrit, merrni abdest, e falni namazin e vitrit, edhe me abdest flani. E jo mi fal këtë në xhami. Fale namazin fars në xhami yatsin, pastaj në shtëpi pak para se me fjet, e fal sunetet, pastaj e fal vitrin edhe bjerë në gjumë me lutjet që jenë të transmetuar në sunetet e pejgamberit alayhis salam. Kush fle dhe se ka harruar vitrin ose ka harruar atë, le ta fal thot kur të gdhijet ose kur t'i kujtohet. Më thonë le ta fal, do më thonë ka rëndësi shumë të madhe vitri. Hadithi 123. Aisha radiallahu anha thot se pejgamberi alayhis salam falte 13 rekate gjatë natës, namaz natë. Thot vitrin e falte 5 rekate dhe ulej veç në rekatin e fundit. Ulej në rekatin e fundit. I falte 8 rekate, pastaj i falte edhe 5 rekate dhe u bënin 13 rekate, edhe pse në mesin ulemave ka hilaf, që këtë 2 rekate që se na e dim në Sahihun e Buhariut, Aisha radhiyallahu anha që transmeton hadithin, që thot nuk ka shtu as në Ramazan, as jashtë Ramazanit mbi 11 rekate. Ka dul tash ky 13. Dietarët e kanë komentu, kanë thonë ose është suneti i yatsis, mas yatsis me njerë, ose është suneti i sabahit. Allahu e di më së miri. Në këtë hadith, Aisha na përshkruar namazin e natës dhe të pejgamberit alayhis salam që i falte 13 rekate, kështu pejgamberi alayhis salam falte 8 rekate, dyshe, 2 deri në 8, dhe pastaj falte 5 rekate me një selam të vetëm. Më thonë i bënte 13 rekate. Dobi transmetimet që na kanë ardhur nga Aisha radhiyallahu anha për sa i përket formës së namazit pejgamberit alayhis salam, na është transmetuar se falte 7, 9, 11 deri në 13 rekate. Transmetohet nga Aisha po ashtu në Sahihul Buhari dhe Muslim, se pejgamberi sallallahu nuk falte më shumë se 11 rekate, apo që e transmetum hadithin e mëhershëm. Nga këtu konkludojmë se transmetimi që i bashkon më së miri të gjitha transmetimet është mos shtuarit më tepër se 11 rekate, pasi kështu është falur pejgamberi alayhis salam, ndërsa rreth mos shtimit të numrit të rekateve i kemi trajtuar në dersit e kaluara, nuk kemi nevojë tash edhe një herë me trajtu çështjen që a lejohet me shtu apo nuk lejohet, është hilaf, por se ne mendojmë që nuk lejohet me shtu rekate mbi këto 11 rekatet. Çka përfundojmë nga hadithi? Çka përfitojmë nga hadithi? Pejgamberi alayhis salam e falte namazin e natës 13 rekate, pa llogaritur, thot ky autori, në namazin sunet të sabahut. Nga njerë pejgamberi alayhis salam e falte vitrin 5 rekate, nuk ulej veç se në rekatin e fundit. Kur themi që namazi i natës falej dyshe, duhet ta dim se këtu nga ky gjykim përjashtohet vitri. Se vitri është tek, apo 2 dhe në fund e fal 2 + 1, 2 jep selam dhe 1 do thot e fal, ose nëse i fal 3, nuk ulesh në të dytën, sepse hadithi thot
mos t'i përngjasoj apo kundërshtone, mos t'i përngjasoj namazi vitrit me namazin e akşamit, mos bën njësoj. Dhe cili është ndryshimi? Ndryshimi është që mos të ulesh në të dytën. Në të dytën mos të ulesh. Dhe një çështje tjetër është tek vitri tek ne që bëhet kunuti, për shembull, edhe një herë që i çojnë durt, apo në rekatën e tretë, kjo do thotë çdo herë nuk lejohet me bë, sepse në raste specifike pejgamberi sa më ka bën për 5 vakte. Në 5 vakte, gjatë 5 vakteve ka bë kur ka pas fatkeqësi të ndryshme. Sheikhul Islam Ibn Taymija thotë namazi më i mirë pas atij të obliguarit është namazi natës, nuk diskutohet. Ndërsa vitrin dhe 2 rekatet sunet të sabat, pejgamberi a.s. nuk i ka lënë kur pa i falër. Bile. Sunet është gjatë rrugës udhëtimit, mos mi falë sunetet, apo i falë veç farzët bashkume, edhe të shkurtume. Po sunetin e sabat kur se kalon, edhe vitrin. Kur se kalon rrugës në udhëtim. Kur nuk e kalon, gjitha sunetet i kalon, pos sunetit sabat 2 rekatet që është, edhe, do më thonë, vitrin. Kur nuk e ka lon pejgamberi alayhisalatu wassalam. Al-Muhammili thot pejgamberi alayhisalatu wassalam e ka falur namazin e vitrit në 6 mënyra. Thot e ka falur 1 rekat të vetëm, 3 rekate, 5 rekate të ndara duke ulur në rekatin e fundit e duke përfunduar me dhënien e selamit, 7 rekate duke ulur në të rekatin e 6. Pastaj thot por pa dhënë selam e pastaj është ngritur dhe ka plotësuar rekatin e 7, 9 rekate është ulur në teshehud por nuk e ka plotësuar e pastaj është ngritur në rekatin e 9 dhe ka plotësuar atë, 11 rekate ka dhënë selam çdo 2 rekate dhe rekatin e 11 e ka falur me vete një, do të thonë e ka falur deri në takimin e radhës me dhikrin pas namazit. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.